në të cilën ka lot që ka shkuar, lot në rekonstruktim që ka shkuar gjë në 32 milion euro, është totalisht urdhër dhe diktim i Edi Ramës. U duk që në fillim nuk kishte mas i diskutim se Rama do të përdorte në mënyrë antikushtetuese të gjitha mjetet për të mbrojtë veten e tij. Por, siç i thon asaj fjalës që jo çdo e keqe vjen vetëm për të keqe, ky rast shërbeu për të marrë fajsin publikisht ai me vendimet e tij para shqiptarëve dhe komunitetit ndërkombëtar. Vetëm një autokrat, një diktator autokrat, mund të imagjinoj, mund të lejoj vetes veprimet që i lejoj Edi Rama në rastin Balluku, që është faktikisht rasti Rama. Në historinë e këtij shteti, 35 vitet e fundit, nuk ekziston asnjë rast i vetëm që të jenë refuzuar kërkesat e prokurorisë për heqjen e imunitetit. Janë arrestuar kryeministra, janë arrestuar zëvendës kryeministra, janë vënë në ndjekje penale ministra dhe zëvendës kryeministra, por nuk është menduar ndonjëherë se ekzekutivi duhet të bllokojë sistemin e drejtësisë. Me veprimet e tij, faktikisht ai po asgjëson totalisht këtë sistem. Në raport me shtetin dhe administratën, gjykatën kushtetuese siç e pat e kapi në mënyrë barbare, i imponoi gjykatës të marrë kompetencat kushtetuese të gjykatës apeli dhe gjykatës së lartë në asnjë germ, në asnjë nen të legjislacionit shqiptar nuk parashikohet që gjykata kushtetuese të shqyrtojë masa sigurie para shqyrtimit të tyre nga sistemi i drejtësisë në 3 shkallë. Në asnjë mas, në asnjë gnem. Ky imponoi gjykatës të marrë pushtetin e gjykatave tjera në mënyrën më antikushtetuese. Gjykata kushtetuese firmosi licencën për vjedhje, manipulime, falsifikime të tjera të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut, ndërkohë që do shqyrtoi çështjen. Çfarë çështje do shqyrtoi? Do shqyrtoi çështjen që pezulloi. E kuptoni ju? Kur ata do shqyrtonin masën e pezullimit, ata e pezulluan masën e pezullimit. Çfarë fytyre kanë ata tani? Të marrin vendim tjetër përveç atij që kanë marrë? Pra, de facto, duke bllokuar parlamentin dhe duke i imponuar gjykatës një vendim që do nxi në analet e drejtësisë shqiptare
në të gjithë kohrat, Edi Rama ka marrë çdo pushtet dhe nuk pranon zbatimin e ligjit nga organet e drejtësisë. Tregon se për atë nuk ka ligj, nuk ka kushtetut, nuk ka organe drejtësie. Ai është i të gjitha pushteteve dhe për më tepër kur e dërgon atë njeri atë lubit të diskredituar në shkallë ekstreme për vjedhjet dhe për të gjitha sjelljet e saj. Se nuk është pak shqiptarët panë se çfarë llumi kanë në qeveri që përdorin cila është gjuha e qeveritarëve e njerëzve që i qeverisin ata, më thako jo. E cila nuk është jo rrugë, po shumë më keq se gjuhë rrugë. Kryeministri me zëvendësin me tjerë me radhë, me drejtorat e me tjerë me radhë, dhe këte merr dhe e çon tek ura e mifolit. Është një lloj si të çosh litarin në shtëpinë e të varurit.